Qëndrimet e Ramës janë në të njëjtën linjë që ku ka nisur çështja Balluku. Në kuptim që sot të gjithë e kanë të lehtë ta marrin vesh që nuk ishte as çështja e grushtit shtetit, nuk ishte as kompetenca një pushteteve, ishte një dëshirë e Ramës për t'i vënë kufi drejtësisë pas gjithë atyre kohë. Dhe në këtë kuptim jemi të qartë. Këtë që kemi kuptuar ne dhe shumë shqiptar, me sa duket më në fund e ka kuptuar dhe Brukseli. Në kuptime ka kuptuar Brukseli. Sot janë bërë 2 deklarata paralele. Ato që Rama bëri në Twitter dhe me deputetët e tij dhe ato që bëri Komisioni Evropian. Po të analizosh radhë për radhë dhe fjalë për fjalë të 2 tekstet, kupton që ka diferenca themelore. Për shembull, Rama thotë që çështja e imunitetit Ballukut nuk është urgjente. Brukseli thotë imuniteti duhet trajtuar menjëherë. Rama nga ana tjetër lë të kuptohet qartë që ne nuk do ja heqim imunitetin Ballukut, sepse tani me që fabula e pezullimit ka rënë, njeriu nuk mund të shkohet për 2 gjëra. Brukseli thotë i tërheqin vëmendjen atyre që tentojnë të pengojnë gjykatat dhe prokurorinë. Pra diferencat midis 2 deklaratave janë goxha të dukshme dhe të qarta.